Të nderuar shikues, mirëmbrëma, do të jemi së bashku në këtë edicion të lajmeve në televizionin e Prizrenit. Filluan punimet për ndërtimin e rreth rrotullimit të ri në Prizren. 53 grave vajza prizrenase filluan trajnimet artizanale. Në Prizren u zhënua 8 prillit dita ndërkombëtare rome. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Nga viti i ri 2025 me Izoblok të ri 25-shë. Ndërto me prodhime vendore. Të martën kanë filluar punimet për ndërtimin e rreth rrotullimit në udhëkryqin ndërmjet rrugës Ekrem Rexha dhe rrugës Ramadan Bush. Lidhur me këtë projekt, detaje ka vënë drejtori i shërbimeve publike në Prizren Qel Lamaj. Me rastin e fillimit të punimeve për ndërtimin e rreth rrotullimit në udhëkryqin ndërmjet rrugës Ekrem Rexha dhe rrugës Ramadan Bush, ashtu siç ishte paralajmëruar kohë më parë, drejtori i shërbimeve publike Qel Lamaj, ai tha me këtë rast se ky rreth rrotullim është projektuar me qëllim të rritjes së sigurisë në komunikacion, lehtësimit të qarkullimit dhe organizimit më efikas të trafikut në këtë zonë. Drejtoria e shërbimeve publike para 2 vitesh ka miratu edhe një projekt e mobilitetit urban, i cili projekt na ka rezultuar që rreth rrotullimi te Bellona është shumë i ngarkuar. Kështu që ne me kemi menduar që një rreth rrotullim tjetër, në këtë rast në rrugën Tirana, që lidh me rrugën Ramadan Bush, e cila rrugë të orienton drejt lagjës së Bajramçurrit, mendoj që ne mos të dukshme do ta shkarkoj komunikacionin në këtë aks rrugor i cili për shkak të 2 qendrave tregtare ka një ngarkesë pak më të madhe se sa që të vazhdoj lirshëm komunikacioni. Drejtori Lamaj tha më tej se ndërtimi i këtij rreth rrotullimi ka për qëllim të ndihmojë në shkarkimin e rreth rrotullimit ekzistues të Ish Bellona, duke ofruar një rrjedhë alternative për qarkullimin e automjeteve dhe duke reduktuar ngarkesën në atë pikë të rënduar të komunikacionit. Në bazë studimit projektit mobilitetit urban, të gjitha rreth rrotullimet që ngarkohen dikun afërsisht 80% gjatë lëvizjes në komunikacion janë rreth rrotullime funksionale. Këtë rast, i vetmi rreth rrotullim i cili nuk na ka gallxuar rezultat pozitiv është Bellona, që e dim që për shkak një infrastrukturës të ndërtuar, qysh më herët nuk kena pas mundësi të bëjmë një rreth rrotullim në përmasa më të mëdha apo në standardet e kërkuara, edhe ai na ka rezultuar që është i ngarkuar diku 120%. Me këtë rreth rrotullimin tjetër, i cili veç kanë fillu punimet, në rrugën Tirana besojmë që ai 40% atje do ta shkarkoj këtë dhe do të normalizohet. Po gjithmonë ju them që është ngarkesë, sidomos gjatë vikendeve, 2 qendra tregtare dhe vërshimi i turizmit në komunën e Prizrenit e shkakton këtë llovi, po njëkohësisht është mirë kur na vijnë njerëz këtu që një pjesë edhe të buxhetit tyre familjar, domethënë e lanë këtu nëpër bizneset e Prizrenit. Ai tha në fund se përkundër vështirësive dhe në mungesë të mbështetjes nga institucionet qendrore, jemi duke u përpjekur maksimalisht që të mundësojmë qarkullimin më të lehtë të automjeteve në komunikacion. Për shkak të zhvillimit të hofshëm të qytetit dhe një turizmi i cili përveç turizmit vendor edhe një turizëm tjetër cili e ka vërshu qytetin tonë këto 2-3 vitet e fundit, ne mendojmë që ky komunikacion në territorin e komunës së Prizrenit funksionon më mirë se në çdo qytet tjetër të Republikës së Kosovës. Nëse ne mendojmë që pritja në një kolon 5 minutë, 10 minutë është nuk është ka funksionon mirë komunikacioni, atëherë jena të gabuar se edhe në metropolet më të mëdha të Evropës mund të shihni që ne tash gjithë jena
ata të cilit kena mujt me vizitu qendrat mëdhaja të grupës, që ka të lovi dhe është problem global i komunikacionit dhe zhvillimit të infrastrukturës rrugore. Ne e dim që Prizreni është me këtë infrastrukturë që e ka, Drejtoria e Shërbimeve Publike çdo ditë mendon edhe për rrugë tjera alternative, cilin një projekt i cili do të na shkarkoj këtë qytetin, ndoshta në një mos. Edhe më të kënaqshme është edhe rruga tranzitore, prej aty ku është largu shtëpia në tranzit, ne vetëm e kemi projektin i cili na lidh me rrugën e cila na dërgon në drejtim të Vërmicës, që mendojmë që një projekt i tillë do të na lehtësoj këtë zhvillim të komunikacionit. Është një kosto e madhe, është një kosto shumë e madhe për komunën e Prizrenit. Presim reagimin e autoriteteve qeveritare të Republikës Kosovës që të na rimbursoj projekte të cilat kapin vlera milionëshe, që po thamë është ngarkesë e madhe që me buxhetin e komunës së Prizrenit projektet e tilla vështirë janë të realizueshme. Ndryshe me qëllim të lehtësimit të qarkullimit dhe mbarvajtjes së punimeve, apelohet tek qytetarët që t'i shmangin përkohësisht lëvizjet me automjetet e tyre në këtë aks rrugor. Drejtoria e Turizmit dhe Zhvillimit Ekonomik në Prizren të martën ka nisur edhe një projekt përmes kurseve në qendrën e trajnimeve artizanale Komek për aftësim në zanate dhe punime të dorës. Këto kurse përfshin fusha të ndryshme si dizajnim i bizhuterive, qëndisje në fjongo, djegje në dru, dizajne për veshje të ndryshme të punuara deri në detajin e fundit. Me rastin e fillimit të këtyre trajnimeve për djetra gra dhe vajza prizrenase, drejtori i Turizmit dhe Zhvillimit Ekonomik në Prizren, Ramadan Tarashaj, theksoi se sot po bëjmë një fillim të ri të kurseve artizanale, ku shpresojmë që nga këto trajnime, të gjitha gratë dhe vajzat të aftësohen dhe avancohen në të ardhmen për punën e tyre. Jo vetëm që kanë me mësu zanate këtu, po besim që kanë me avancu dhe më te të kenë edhe ndonjë biznes të vetim, pse jo, se nuk jemi na vetëm me mësu edhe milona aty për certifikata, po jemi na me avancu ta dhe po shpresojmë dhe besojmë që do të kenë edhe bizneset të cilat do të udhëheqin nga këta kurse e më. Dy nga trajnueset Venera Rada dhe Shpresa Makasqi u shprehën se interesimin nga gratë dhe vajzat e kësaj komune çdo herë më shumë poshtohet dhe se për to paraqet kënaqësi aftësimi në artizanate. Interesimi gjithnjë më shumë poshtohet, për ndryshe është kënaqësi për neve kur ato aplikojnë dhe është një favor që ju sigurohet nga Drejtoria e Turizmit, sepse kurset janë falas, edhe munden me u aftësu edhe me që matej këto kurse, me pas përfitime për këtyne kurseve. Trajnoj bizhuteri, dizajn bizhuteri dhe qëndisje në fjongo. Këtë herë i kemi grupin që kanë fillu erën e kalum, do me thonë ka shpreh dëshirë për me vazhdu pjesën e dytë të kursit. Shumica e nxënësve apo të grave që kanë me marrë pjesë, kanë qenë edhe erën e kalum në 3 mujorshin e parë dhe kanë shpreh dëshirë normal dhe të vazhdojnë prapë, se vetëm me 3 muj nuk mundesh me arrit ato që dojnë. Ndërsa pjesëmarrësja e këtyre trajnimeve Aida Golli theksoi se gavrimin e ka të trashëguar nga nëna e saj, e cila me plot dashuri praktikon këtë zanat tashmë edhe me profesionistë të kësaj fushë. I pari mami e ka pas pak zanatin, masa nëna deshta me trashëgu, masi jemi po me familje, që tash u rritën fëmijët, edhe me raki. Është për herë të parë që po e mban një kurs të tillë apo Jam hera dytë që filloj me forcu, me arrit më shumë suksese, se masi jemi edhe pak me fëmijë vogël, nuk kemi kohë në shtëpi me bo ushtrimet, këtu kur të vim, bashkë me mësuesën e bëjmë ushtrimet. cilat punime i bën mamet qef ashtu? Unë e gavrimin e kom përforcu, e di edhe gavrimin. Po roba qipsin të mesme. Bashkë me mësuesën, jemi duke mësuar.
Ndryshe, pjesë e këtyre trajnimeve artizanale që do të zgjasin 3 muaj, janë 53 gra dhe vajza të komunës së Prizrenit. Ndërkaq me rastin e ditës ndërkombëtare të Romëve është mbajtur një akademi solemne në sallën e mbledhjeve të Kuvendit të Prizrenit, në organizim nga rjeti i organizatave jo qeveritare rome në bashkëpunim me komunën. Dita ndërkombëtare e Romëve të martën është shënuar me një aktivitet në sallën e mbledhjeve të Kuvendit të Prizrenit. I pranishëm në këtë ngjarje ishte edhe kreu i komunës Shaqir Totaj me bashkëpunëtor të tij, si dhe përfaqësues nga institucione të ndryshme. Totaj në një fjalë rasti tha se duke respektuar njëri tjetrin, ne bëhemi model se si duhet funksionuar një qytet për një diversitet të theksuar drejt integrimit evropian. Se cili komunitet, sa do i vogël apo i madh qoftë, ka rëndësinë e vetë dhe peshën e vetë dhe është i barabartë me të gjithë. Edhe festat e secilit për ati komuniteti janë festat e secilit për gjithë. Kosova, përse ka marrë pavarësinë, ka demonstruar që ti me respektu drejtat dhe liritë të gjitha kombeve, kurse Prizreni është liga e parë Kosovë, edhe na këto e kemi dëshmuar gjithu bashkarisht, kur Asambleja Komunale ka votuar gjuhën Romën si gjuhën e përdorim zyrtar, edhe mendoj që është një arritur me gjithë neve, jo vetëm me komunitetit rom. E konsideroj se komuniteti rom nuk ka krizë identiteti, sepse ka identitetin theksuar, ka dhënë kontributet të jashtëzakonshme, jo vetëm me një lami. Kemi qytetarë të Prizrenit të respektuar dhe të nderuar që kanë dhënë kontribut si në kulturë, si në sport, si në art, si në arsim, si në çdo gjë. Prandaj duhet me pas parasysh që këtë kjo është një begati për trashëgimimin kulturor të komplet këtë qytetit të Prizrenit. Përfaqësuesja e komunitetit rom në Komitetin për Komunitete, Shyret Hoxhaj, u shpreh se 8 prilli është më shumë se një datë kalendarike, si një kujtesë gjallë për historinë, kulturën, sfidat dhe rezistencën e popullit rom në mbar botën. Ne jemi pjesë e pandëshme e shoqërisë kosovare, qytetarë të barabartë me të drejtat e njëjta, si dhe një zënd për dhe një vizion të aktshëm. Organizimi i kësaj akademie nuk do të bëhet pa bashkëpunimin e organizatave qeveritare të Mishasane, po ashtu dhe rjetit të organizatave të shoqërisë civile rome, si dhe fal kontributit që na ka përkrahur komuna e Prizrenit. Të dashur pjesëmarrës, rruga drejt barazisë kuptohet që nuk është edhe e lehtë, por është e drejtë. Fatmir Menekshi nga organizata jo qeveritare Durmish Aslano theksoi se ky organizim tashmë do të jetë tradicional, i cili ka për qëllim që zëri i komunitetit rom të reflektohet në politikat lokale. Së bashku me komunën e Prizrenit, shoqëria civile dhe Durmish Aslano në krye dhe rjeti organizatave që të bashkë realizojmë një akademi solemne me fjalime ndoshta të pakta, vetëm uruse, por edhe me tregu progresin, po edhe paka shumë edhe sfidat edhe vlerat e komunitetit rom. Besoj që kjo do të mbetet si traditë, se edhe disa vite më përpara kemi bërë një gjë të tillë për 5 nëntorin, e besoj që kjo të mbetet në traditë të komunës së Prizrenit, që të manifestohet kjo ditë kështu në komunën, në shtëpinë e bardhë, në shtëpinë e gjithë qytetarëve të komunës sonë, që edhe ne romët jemi pjesë. Ndryshe, Prizreni si një qytet me tradita të lashta dhe një qendër kulturore e rëndësishme për rajonin. Ka pasur një prani të komunitetit rom që daton prej shekujsh, derisa kultura dhe tradita rome në Prizren kanë ruajtur një trashëgimi të pasur kulturore. Në kuadër të aktiviteteve për shënimin e 8 prillit, ditës ndërkombëtare të Romëve, Teatri Rom në Gjip Menekshi të hënën mbrëma ka paraqitur premjerjen e shfaqjes në Kërkim, duke sjellë në vëmendjen e publikut porosinë e qartë kundër diskriminimit. Frymzuar nga vepra Afrika e Madhe dhe mjerimi në rajhun e tretë autorit Bertolt Brecht, regjisori Mahir Musliu ka vënë në skenë premjerën e shfaqjes në Kërkim me Teatrin Rom në Gjip Menekshi. 3 akte të pavarura të kësaj përmbledhje dramash rrëfen jetën në torturë e represion, duke shtyrë publikun e pranueshëm për reflektim ndaj realitetit të sotëm. Kjo përmbledhje dramash, i ka pas disa drama, e 3 prej tyre, më të shekën a inskenuna, njëna është në kërkim të drejtësisë, tjetra është në kërkim të fizikës dhe e treta është në kërkim të spionit. Këta këtu e kanë si suje këtë frymë të si të fush
të antifashizmit, antiracizmit, njerëzimit. Regjisori Musliu ka vlerësuar lart angazhimin e përkushtimin e ekipit për ta vënë në skenë këtë dramë, që sipas tij e ka marrë edhe verifikimin nga publiku i pranueshëm. Qetësia që mbretëronte gjatë shfaqjes ka treguar që e kemi arritur qëllimin edhe dramaturgjik, edhe skenik dhe artistik, ka deklaruar Musliu. Unë mendoj sot ajo qetësia që mbretëroi gjatë shikimit të shfaqjes, gjatë përselljes së shfaqjes, e tregoi që kena arrit qëllimin edhe dramaturgjik, edhe skenik, edhe artistik, edhe krejt. Mendoj po, kum punu me një ekip shumë të mrekullueshëm, janë njerëz shumë të mirë, s'po janë njerëz të mirë, më janë edhe aktorë të mirë, dëgjueshëm, disiplinuar edhe të gjitha. Domethënë asnjë kërkesë që kum parashtruar para tyre nuk ka munguar angazhimi i tyre kundrejt kërkesave të mia. Edhe regjisoriale, edhe operative gjatë skenimit të shfaqjes. Ndërka që dy aktorët Fatmir Menekshë dhe Daud Qylanxhiu kanë pranuar se skenimi i veprës së Brehtit ka qenë sfidues, por se me punën disa mujore është arritur një rezultat i kënaqshëm. 2 muaj kemi pranuar, me 6 orë, 8 orë në ditë, për me arritur këtë nivel artistik, nëse edhe ju, nëse ndoshta nuk keni mujtur me bën një dallim ndërmjet një teatri amator dhe një teatri profesionist. Kemi punuar shumë për këtë. Jemi këshilluar, kemi pasur leksione shumë të mira nga regjisori ynë, kemi pasur përforcime nga Gëzim Sertolla, i cili është specialist ose ekspert i artit pamor për me i kriju ato koreografit, që koreografit me dëpërtu ma shumë se fjale er pas here. Edhe puna e përditshme e ka sjellë rezultatin që publiku reagime duart trokitet jenë për neve rezultat, fishlimat janë për neve rezultat, heshtja e tyre interesimi për temën është për neve rezultat, do me thënë feedback ose indikator që ne e masim, dhe nga ana tjetër edhe çështjet komike që i kemi vendosur në skenë se ka reagu publiku me qeshje, edhe për ato dëshmojnë se na e kemi arritur qëllimin tonë. Besoj se po, sepse kemi punuar me muaj të tërë dhe provat kanë qenë shumë të ngarkune. Kemi luajtur deri vonë, deri në 12:01 na kanë zonë provat, po shpresojmë se kemi dhënë maksimumin ton, që ka mundësi këta trit kanë energji ende, kanë mundësi me dhënë ende kontribut në këtë teatr. Aktorët amator të teatrit rom Fatmir Menekshë, Daud Qylanxhiu, Xhelal Dogani, Benjamin Menekshë, Melisa Menekshë, Gjynet Kallo, Miedin Shope, Gynesh Veshall dhe Urma Menekshë në skenë janë paraqitur me një lojë të ndjeshme, të sinqertë dhe me plot energji, duke krijuar një lidhje të menjëhershme me publikun, me interpretim të natyrshëm dhe përkushtim të dukshëm, secili prej tyre ka sjellë dimensione të ndryshme të personazheve, duke filluar nga brishësia e emocioneve e deri te forca e brendshme që përcillen nëpërmjet fjalëve dhe gjuhës trupore. Ngjarje të tjera të ditës së sotme i ndjekim bashkë përmes bllokut në vazhdim. Kryeparlamentare në detyrë Glau Konjufca pas takimit me partitë politike ka folur për 2 skenaret e mundshëm të krijimit të qeverisë. Ai ka thënë se një qeveri e ardhshme kur krijohet ka parasysh 2 skenar. Një qeveri e ardhshme e Kosovës kur krijohet i ka 2 skenar dhe kemi një vit të demarkacionit të saktë mes tyre 2 skenarëve. Skenari i qeverisë të shkurtë që qeverisë deri në zgjedhjen e presidentit ose skenari i dytë krijimi një qeverie e cila është aftë me zgjedhje dhe presidentin, tha Konjufca. Ai u shpreh se nuk mund të tregojë se cilin skenar përqafon lëvizja vetëvendosje si parti e parë në vend, e që ka mandatarin për formimin e qeverisë. Cilin skenare përfaqëson vetëvendosje nuk mund t'ua them këtë. Këtu po flasi kryetari i kuvendit të legjislaturës së 8. Për koalicionet duhet të vinin në lëvizjen vetëvendosje, tha Konjufca. Përfaqësuesi i Partisë Demokratike të Kosovës, Urana Ismaili, derisa ka folur për formimin e qeverisë së re dhe qëndrimit të Partisë Demokratike të Kosovës, ka thënë se opsionet janë me partitë opozitare. Ismaili para mediave pas takimit që pati me kryetarin e kuvendit të Kosovës, Glau Konjufca, tha se ideja vijave të kuqe nuk nënkupton vetëm koalicion, por në diçka të caktuar. Ideja vijave të kuqe nuk do të thonë gjithmonë në vijen e koalicioneve, por në diçka të caktuar. Si opozicia i përket formimit të qeverisit, akon partisë së parë të krijojë qeveri.
qeverinë, dhe nëse nuk arrini ta kompartisë së dytë që të formojë qeverinë. Ne kemi një pozicion jashtëzakonisht të qartë, por edhe një besim të madh që kemi një kandidat që arrin të formojë një shumicë, nëse kemi një paftësi të partisë së parë që ta formojë qeverinë. Jam i bindur që Bedri Hamza është një person që pranohet nga një shumicë e saktuar në kuvend, atëherë kur i vjen rasti, ka thënë Ismaili. Nënkryetaria e Lidhjes Demokratike të Kosovës Duar Sakica Xhelili tha se ka hendek të madh mes tyre dhe lëvizjes vetëvendosje. Megjithatë, ajo nuk bëri të ditur si do të përgjigjet kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku ftesës për takim kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Qëndrimet e LDK-s të dhëna para zgjedhjeve kanë qenë dhe ofertë publike e saj për cilin do qytetar të Kosovës i cili zgjedh të votojë për ne. Nëse një parti politike në Kosovë ka shfaqur sheshit një hendek shumë të madh me lëvizjen vetëvendosje, hendek ky i cili u shndrua më pas në një mur të palëvizshëm pas zgjedhjeve, jo vetëm për shkak të diskursit të kryeministit të vendit, por në përgjithësi për shkak të mënyrës se si ai ka qeverisur Kosovën në këto 4 vite, ka thënë ajo. Madje ajo mohoi që kryesia e LDK-s do të mblidhet sot për të diskutuar për këtë ftesë. Sipas saj, takimi mes nënkryetarëve të LDK-s do të jetë i zakonshëm. Këto komente ajo bëri pas pjesëmarrjes në takimin konsultativ në Kuvend për seancën konstituive të 15 prillit. Filluan punimet për ndërtimin e rreth rrotullimit të ri në Prizren. 53 grave vajza prizrenase filluan trajnimet artizanale. Në Prizren u shënua 8 prillit dita ndërkombëtare rome. Të nderuar shikues, ka qenë gjithçka e përgatitur edhe për sonte. Faleminderit që na ndoqët, bashkë miru pafshim.